Filmat horror, ndonse mund të rrisin rajet e zemrës, mund të kenë efekt terapeutik. Sipas psikologëve, ndjesia e frikës në kushte të sigurta ndihmon njerëzit të mësojnë të kontrollojnë ankthin dhe të përballen më lehtë me situatat reale në jetën e përditshme. Studimi tregon se kjo forcon rezistencën emocionale dhe vetbesimin. Një studim I ri psikologjik ka zbuluar se filmat horror, pavarësisht frikës që shkaktojnë, mund të kenë efekte pozitive në shëndetin mendor, duke I ndihmuar njerëzit të përballen më mirë me stresin dhe pasiguritë e jetës së përditshme. Sipas autorit dhe psikologut amerikan Colton Scrivener nga Universiteti I Arizonas në SBA, ndjekja e historive të frikshme aktivizon në tru procese që ndihmojnë individin të mësojë si të reagojë në situata të vështira. Studimi tregon se frika e përjetuar në mënyrë të kontrolluar përmes filmave horror ose librave mund të shërbejë si një ushtrim emocional që forcon rezistencën psikologjike. Gjatë studimit, shikuesit e filmave horror u ndan në 3 grupe: adrenaline junkers, që kërkojnë ndjesinë e fortë të frikës; white knockers, që duan të provojnë ndjenjen e tejkalimit të frikës; dhe dark coppers, që përdorin filmat horror për të përballuar ankthin apo depresionin. Sipas Scrivener, për këta të fundit shikimi I skenave të frikshme është një mënyrë për të testuar kufijtë e frikës dhe për të ndjerë siguri në jetën reale. Këto përvoja sipas tij ndihmojnë njerëzit të kuptojnë më mirë reagimet e tyre emocionale dhe të zhvillojnë aftësi për vetkontroll. Një pjesë tjetër e studimit e realizuar në Danimark vërtetoi se të njëjtat rezultate u shfaqen duke dëshmuar se ndjenja e frikës në kushte të sigurta mund të ketë vlera praktike. Po ashtu, hulumtuesit gjatë pandemisë së COVID-19 treguan se adhuruesit e filmave horror ishin më të qëndrueshëm emocionalisht, më të qetë ndaj lajmeve të frikshme dhe më të bindur në aftësinë e tyre për të përballuar vështirësitë. Ekspertët sugjerojnë se efektet pozitive të frikës mund të përdoren edhe në trajtimin e ankthit. Në Holand, për shembull, studiuesit përdorin një videolojë të quajtur Mindlie për fëmijët me ankth, e cila ndihmon ata të përballen me frikën përmes lojës. Scrivener beson se historitë horror mund të përdoren si terapi, si një mënyrë për të mësuar trurin të menaxhojë emocionet negative në mënyrë të sigurt. Tmerri na lejon të luajmë me ndjenjen e frikës pa qenë në rrezik real, thot ai duke shtuar se një libër apo film horror I përzgjedhur me kujdes mund të shërbejë si një mjet I vlefshëm për qetësinë e ruajtur në momente kritike dhe forcimin e durimit emocional.